Gjurmët e anijes së Nuhut. Allahu i lartësuar në Kuranin famëlar thot: Para tyre i ka përgënjeshtruar shenjat tona, populli i Nuhut. Ata i quanin gënjeshtër robin ton, Nuhun. I thoshin i çmendur, e pengonin dhe e kërcënonin. Kështu, ai ju lut Zotit të vet: Unë jam i mundur, andaj më ndihmo. Dhe ne i hapëm dyert e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm dhe i shpërthyem burimet e tokës. E ujërat u takuan për një qëllim të paracaktuar. Ndërsa Nuhun e bartëm në një varg të ndërtuar prej terrasash dhe gozhdësh, e cila lundronte nën syt tan, si shpërblim për atë, Nuhun a.s. i cili u mohua. Ne e kemi bërë atë si shenjë, por a ka kush që ja vë veshin? E sa i të mërshëm që e dënimi pas paralajmërimeve të mia. Surja Kamer 9:16. Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, në tefsirin e fjalës së Allahut, ne e kemi bërë atë si shenjë, por a ka kush që ja vë veshin? Tregon se kjo shenjë i referohet kësaj historie e cila shërben si mësim, por mund t'i referohet edhe vetanijes e cila ka mbetur si mësim dhe këshill, në mënyrë që ata që do të vinin pas popullit të Nuhut të mund të merrnin mësim prej saj dhe të mos i refuzonin të dërguarit. Këta dhe ka thënë: Allahu e la atë, anijen, në Bakirdi, në Gadishullin Arabik, një vend në Irak, si mësim dhe shenjë, në mënyrë që brezat e parë të këtij umeti ta shihnin atë. Sa e sa anije ka pasur pas tij që janë kthyer në pluhur dhe nuk kanë lënë gjurmë. Kuptimi i dukshëm është se kjo i referohet anijeve në përgjithësi si në ajetet. Një shenjë tjetër për ata është që paraardhësit e tyre, ne i ngarkuam në anijen e mbushur plot të Nuhut dhe për ata, ne krijuam mjetet të ngjashme me ata anije në të cilat hipin. Surja Yasin 41-42. Kur vërshoi uji i madh, ne u ngarkuam juve në anije për ta bërë atë një paralajmërim që ta dëgjojë çdo vesh i vëmendshëm. Surja Haka 11-12. Allahu në ajetin që përmend më lart thot: Por a ka kush që ja vë veshin? Domethënë, a ka ndonjë që do të kujtoj dhe mësoj? Në fjalën e Allahut që thot: Ne e kemi bërë atë si shenjë. Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, përmend 3 mendime. 1. Allahu e ka lënë këtë histori si mësim për ata që vinë pas njerëzve të Nuhut. 2. Allahu e ka lënë si shenjë anijen e Nuhut në mënyrë që popujt e mëvonshëm ta shohin atë dhe të mësojnë prej saj se si Allahu i shpëtoi besimtarët dhe i shkatroi mohuesit. 3. Allahu e la llojin e saj të anijes që njerëzit të mësojnë si të ndërtojnë anijet dhe e la këtë shpikje si një kujtesë për mirësitë e tij për të treguar se si pasardhësit e Nuhut dhe besimtarët u shpëtuan pikërisht me anë të këtyre anijeve, të cilat tashmë i njohim. E megjithatë, nuk ka asgjë që do të shkonte kundër mësimit islam ose arsyes nëse anija e Nuhut do të zbulohej dhe nëse brezat e njerëzimit pas Nuhut do ta shihnin atë, sepse kjo do të ishte një shenjë dhe mësim për ta. Çështja do të ishte se si do të vërtetohej se anija e zbuluar është me të vërtet anija e Nuhut, sepse jo të gjithë atyre që gjejnë një anije të lashtë dhe pretendojnë se është anija e Nuhut u duhet besuar. Allahu e di më së miri.